A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun e falenderojmë, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kësaj radhe do të ndalemi në ajetet e 78 deri në 80 në surën El-Qasas, ku flitet për një personazh në historinë e Kuranit, për fjala për Karunin. Dhe këtu nxjerret një mesazh mjaft i fuqishëm për shumë njerëz edhe në ditët e sotme, po edhe në ditët që do të vinë, por edhe në të kaluarën. Janë marrë shumë mesazhe nga këto ajete, kur dihet se Allahu i Madhreshëm e ka zbritur këtë Kur'an si tibyan li kulli shay'in, si zgjidhje për çdo gjë, si furqan dallues të vërtetës nga e kota. Thot Allahu i Madhreshëm, Bismillahir Rahmanir Rahim, qala inma utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan aw aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Pastaj vazhdon ajeti tjetër, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإن لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلى الصابرون. Ai Karuni tha, më është dhënë vetëm në sajet e dijesime, po a nuk e di ai se Allah u shkatroi para tij nga popujt e lashtë asish, që ishte edhe më i fuqishëm e më i pasur saj. Por mëkatarët, kriminal asgjë do të pyeten për fajet e tyre, me që Allahu është i mirë informuar e di. E ai Karuni doli para popullit të vet me stolinë e vet, e ata që kishin synim jetën e kësaj bote, thanë, të kishin pasur edhe ne ashtu si i është dhënë Karunit, vërtet ai është fatbardh. E ata që ishin të zotët e dijes, diturisë, besimtar të dhënë, thanë, të mirët ju, shpërblimi i Allahut është shumë më i mirë për atë që besoi dhe bëri vepra të mira, po atë nuk mund të arrijë kush përveç të durueshmeve. Pra, sabirunve, atyre që janë durimtarë. Andaj, në këto 3 ajete nxjerrim një mesazh mjaft të fuqishëm. Mesazhi i parë është që Karuni tha, unë kam bën këtë pasuri që e posedoj, e kam bën me aftësitë e mia, me dijenin time, dhe u bë prapë mendje mëdhajve, arriti pasuri shumë të madhe materiale, saqë thuhet edhe sot nuk mundet me pas njeri që ka posedu flore, dukat, depot mëdhaja të pasurive gjigande, sa që duhet në disa israeliate, transmetime israeliate, thuhet që 10 burra kanë marrë çelësin e depove të tij për me hap, se janë kon depot shumë mëdhaja të, domethënë, ku i ka deponuar dukatin, shufrat e dukatit, pasuritë e mëdhaja që i ka posedu Karuni. Dhe ai tha, ton këto e kam bën me aftësinë time, edhe u bën pe mendje mëdhëve. Pra e harroi krijuesin, e harroi Allahun, e Allahu e harroi ata. Dhe i hedhi një përfundim shumë i rëndë, saqë ju shafet e toka ja përbiu krejt pasurinë e përbiu dhe ato me gjithë pasuri. Dhe nëse nalmi edhe sot i pyesim disa njerëz, ata unë e kam bën këto me aftësinë, me dijen time, mirë, kush të krijoi ty? Kush është krijuesi jot? Zoti thot në Kur'an, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin." A nuk e ka pa njeri për çkajt është krijuar për një pikë të vogël pra. Por ai u bë arrogant, u bë me një madh. Ne ngritëm e lartësuam njeriu. Por njeriu duhet të ketë kujdes të mos bëhet për mendje mëdhëve, por të jetë për atyre që ecin modest në tokë dhe janë falënderues për të mirat që Zoti i Madhreshëm, pra që ja u ka dhënë këtyne krijesave dhe neve si krijesa, pra Zoti i Madhreshëm na ka dhënë shumë të mira,
dhe ne duhet jemi mirënjohës krijuesit ton. Por ai duhet me ditë pra ky ka rënë se Allah i ka shkatruar pra ti popuj të lashtë që kanë menuar që janë botë pa thyeshëm. Ata kanë menuar që s'ka kush i mposhtë ata. Dhe në fund ka ardhur një përmytje, një tërmet, një zë i tmerrshëm. Për shembull siç e kemi te Adi, Themudi, Iremi, e kështu me radhë, ata popuj të lashtë, edhe përfundimin e kishin shumë të trisht sepse u bën prej pabesimtarëve. Ai doli pra popullit vet me stoli, me pasuri të mëdha për me tregue atë prepotencën e tij, atë mendjemallsinë e tij pe i Karunit, që me kallëzu që unë jam pasunik. Për shembull, sikur dalin disa për shembull me mjete shtrejta me tregu që kanë pore, kanë pasuni, stoli, kanë dukat mu krenue, edhe me treguat euforinë e tyre që shikoni kush jam unë, edhe s'ka kush që më thënë mu. Pra një lloj mendjemallësie e llojit të egocentrike, supersticioze, për të treguar se shiko kush jam unë. Dhe kjo është me të vërtet një hall i madh për atë njeri, sepse ka rënë në një si ta them, në një kurth, prej kurthave të shejtanit, që lakmia ja ka vërbu syt, që pasunitë e mëdha enorme e kanë bërë që ta harroj krijuesin, Allahu na rujt. Kur dihet se Allahu është krijuesi i gjitha këtyre pasurive, e ai është krijuesi i njeriut. Khalaqal insan, pra ai e krijoi njeriun, allamahul bayan, e bani me dallu të vërtetën nga pa vërteta, ja mundsoi, i tregoi cila është rruga e drejtë, cila është e padrejtë, që të shkojnë në rrugën e drejtë dhe mos të shkojnë në rrugën e padrejtë. Kurse ata mentakët, ata pra të cilët Allah i përshkruan shumë bukur, thot utul ilme, pra atyne që ju ka dhënë dia, ilmi, ata posedusit e vërtet të ditërisë, jo si përfaqësues, si do të thonë zahiri, pra që kanë dije si përfaqësor, po ata që e njohin dijen e posedojnë atë, do të thotë që edhe praktikojnë ata, jo vetëm thjesht e dinë. Se nuk mjafton vetëm ta dish, po duhet të ta mbash ditërinë. E mbajtja e ditërisë është ushtrimi i saj edhe në aspektin praktik. Për shembull, se thot Zoti në Kur'an jep në zakatin, ti jep zakatin 2.5%. Nëse Zoti thot respektoj kujshit, ti respektoj kujshit. Nëse pra thot ushqej jetimin, varfrin, nevojtarin, ti duhet ta ushqesh, kur Allahu t'jep të mirave, ti duhet ndash edhe për tjerët. Pra kjo është, këta janë ata mbajtësit e ditërisë, poseduesit e ditërisë. Sepse në ligjëratën e kaluar treguam për rastin atyre që e thon ato që nuk e veprojnë. Ka shumë rëndësi që ato që e thua ta veprosh. Dhe shpërblimi i Allahut, ata ju treguan pra popujve dhe gjeneratave se shpërblimi i Allahut është shumë i madh. Domethënë, ju jeni duke u mashtru pas bukës së përkohshme dhe pe harroni bukën e përhershme. E buka e përhershme është pra që Allahu ka me dhonë të mira në këtë botë, po ka me të dhonë edhe xhenetin. Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Juve ju pëlqen jeta kësaj bote, hutoheni pas saj, por ta dini që ahireti është më i mirë, më i përhershëm, më i bekuar. Pra, ti nuk bën të hutohesh pas kësaj bote dhe të mendosh se tash je boj pathyeshëm dhe s'ka kush që të thënë ty. Dhe s'ka kush që të mposht ty. Absolut, është një krijues që na mbikëqyr të gjithëve. Andaj gjithat pasuri që ti e posedon materiale, një ditë ti do smuresh, ndoshta do vdesësh pas kësaj smundje, ose do vdesësh sepse të vjen momenti që të largohesh nga kjo botë, dhe atë pasuri do shtyhen fëmijët e tu me zeti se cili pe merr. Zoti na ruaj, në të kaluamën, në historinë e kaluame kemi pa që ndoshta edhe mbyt me zeti për atë pasuri me do me një, se s'kan mujt me do që shduhet, edhe pse ja u ka do prindi, ju ka hi lakmia, ju ka hi zidia, jo këti e ka dhonë në qysh ma mirë, jo këti e ka dhonë për bollë, jo këti djostas, jo këti mojtas,
se lakmia e madhe nuk ka qenë pyetje besimi, sepse njeriu kur ka besimin, ai është i kënaqur me gjithë ato që shëndo me drejtësi trashëgimia. Ose nuk e kanë gëzuar as e vladët e tij, ose pra ajo pasuri ka mbetur një rënoj, një abandoned place, për një vend i braktisur, një hapësirë braktisur në fantazëm, kur shihet edhe sot për shembull ka njerëz që kanë toka shumë, por i kanë djerë komplet të pashfrytzueshme, ose është një shtëpi, banon vetëm një njeri, ajo shtëpi ka 3 kati, ka dikun 8 dhoma. Subhanallah, kjo është me të vërtet për të ardhur keq, sepse njerëzit garojnë pas materjes, pas pasurisë materiale dhe po harrojnë atë shpirtërore dhe atë që është e përhershme, që është pasuria shpirtërore, bamirëse, njerëzore, që është pastaj ajo na shoqëron që ta gëzojmë edhe në xhenet, edhe të gjejmë lumturinë e përhershme që është xheneti, që është vend pra i përgatitur për besimtarët. Pra, ata që pra besuan dhe bën vepra të mira. Por këto thot nuk mund të arrijnë kush, vetëm ata që janë pra të durueshëm. Pra, nuk arrihet e mira shpejt, por ajo kur arrihet me durim, me sakrificë, me mundim, me angazhim. Pra, nëse ti don me arrit çato, pra duhesh me pas durim shumë të madh. Hey, po pse s'po vjen kjo? Po pse s'po ndodh ky fenomen? Pse s'po, unë ja kam bën hizmetin, po s'po bëhet. Amo ti duhesh me pas durim se Allahu është ka të vënë në provë ty. Allahu është ka të sprovon, ka ta provon sabrin tënd, se sa ti je për një me besimtar hakikat dhe sa ke sabër. Prandaj gjitha këto sprova që ti je duke i te kalu si besimtar, në fund, edhe nata e errët e ka agimin e saj të ndritur. Pas vështirësisë, thot Zoti në Kur'an, vjen lehtësimi. E besimtarët që duruan, fituan. Inna Allahe me as-sabirin. Allahu është me durimtarët. Ne kemi treguar se Karuni ka qenë pasuesi i Musait alayhis salam. Por ai kur bëri kapital dhe pasuri e drodhi bishtin dhe u bë pej mendjemdhëve dhe bëri edhe lajka dhe kurtha kundër Musait alayhis salam. Mirë, po kjo është shumë e rëndësishme vëllezër besimtar që ta dini se ata bëjnë plane, por Allahu vendos. Allahu është ai që vendos për çdo gjë. Prandaj ne jemi të lidhur me Zotin, me Krijuesin, dhe ne themi hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton Zoti jon sa mbrojtës dhe i fuqishëm është Allahu te bareke ve taala, la hawla wala quwwata illa billah, nuk ka forca as fuqi më të madhe se fuqia e madhe e Allahut te bareke ve taala. Andaj tregimi i Karunit është një mësim për të gjithë njerëzit edhe sot që kanë bërë pasuri të mëdha, kapital të madh, të mendojnë për të varfërt, të smurët. Jo po ai pse s'punon, pa ai është i smur, nuk mund të punon, nuk i punojnë komt as durt. Nuk është i aftë për punë. Po ai kështu, ashtu, ha? Pse ankohesh? Po jep nga të mira që të ka dhënë Zoti, sepse Allahu ta shumëfishon edhe ta pastron. Dhe padyshim ti ndihesh edhe më i qetë shpirtërisht. Vetëm shembull e Abu Bekrit, pranë të moshuarve, pranë smurëve, pranë njerëzve nevojë. Njëri më i pasur, edhe shpirtërisht, elhamdulillah, besimtar, po edhe materialisht, Allahu i dha pasuri dhe materiale. Prandaj mos u bë vetëm i pasur materialisht e të jesh i zbrast shpirtërisht. Zoti na ruaj, jesh pa din pa iman. A ka gjendje më të rëndë se kjo?
mos me njoft krijuesin që të ka kriju. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na falë dhe të na udhëzoj dhe të na shtojë udhëzimin ka hembara dhe e mira. Assalamu alaikum.